Misht Prizmës. Sot u detyrova të dëgjoj ministrin e mbrojtjes, Erman Nufin. Çfarë shpjegime shqip qeveria për kontratën. Një kontratë e cila sigurisht bëhet për të rritur sigurisht atë fondin e shpenzime për mbrojtjen, për të kaluar mbi 3%, dhe pastaj për të vazhduar. Dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës shumë e interpretojnë si borxh, në të vërtetë janë. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë dhënë edhe herë tjera për 30 sa vjet kur janë bërë kontrata të tilla që normalisht ata japin kredi për të marrë armatimin e tyre dhe procedura është shumë miqësore, shumë e dashur, sepse me anë të kredis, nuk është njësoj si t'japin kredi ato dhe pastaj t'japin të mbushin me armatim, duke thyer gjithmonë me të mirë, mbushin me armatim, me sigurisht çmimet më të lira dhe armatimet më të mira, të mikut, partnerit, atij që nuk po ja shesin. Po në një farë mënyre, shpeshherë Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe kanë falur kredit. Kjo ka ndodhur me presidentë dikurshëm dhe sigurisht kanë ardhur dhe ndihmat. Po nga 160 milion në 302 milion është një hop i madh përpara, është negociuar pikërisht në momentet e fundit. Dhe patjetër që ky lloj përdorimi kredie duket sikur është borxh, por në të vërtetë nuk është një borxh i mirëfillt. Sepse ato pare që ti si ke, po që ti ke menduar t'i shpenzosh, po t'i bën të gatshme me anë të prodhimit dhe prodhimeve të reja, sistemeve të reja, të cilat duhen Republikës Shqipërisë dhe partneritetit saj, jo vetëm me Shtetet Bashkuara të Amerikës, por edhe me NATO, të cilat pastaj nuk negociohen sikur ke dalë në treg edhe po blej të shija armë me parat e mia. Përkundrazi, ai të financon, ti i merr ato armë dhe ajo kredi e cila sigurisht është pa koncepte të fitimit, po të konceptit të furnizimit edhe në armatimin më të mirë të mundshëm, e cila pastaj mund të kthehet edhe në një lloj partneriteti që shton jo vetëm sasinë e armatimeve, por edhe kualitetin e tyre. Dhe nuk është e vërtetë se bëhet se ne duhet jemi patjetër të gatshëm për samitin e NATO-s. Bëhet sepse të gjithë shtetet e Evropës, duke filluar nga shtetet e mëdha, nga Gjermania, që brenda NATO çliroi 300 miliard, edhe Shqipëria, e cila sigurisht është shumë herë më e vogël se Gjermania, e cila krahas të vetave, milionave të vetave, mund të marrë edhe një kredi, e cila sigurisht funksionon në kohë të zgjatur, pa fitim, normalisht, edhe nga një shtet partner i madh, mik i joni strategjik, sigurisht te miku strategjik, miku i madh strategjik do marrësh një kredi të tillë. Po ku është problemi i fjalëve? Problemi i fjalëve që gjithmonë i dalin Sali Berishës edhe atij Gazmend Bartit janë procedurat. Sigurisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dashur të marrin një votë të jenë të kopsitur nga ana ligjore. Edhe normalisht për të lëvizur kredia dhe kur lëviz kredia është edhe fondi i madh. Duhet përshpejtuar. Mbase mase duhet përshpejtuar prej kohës. Po ja, shpeshherë ndodhin gjërat në kohë lufte jemi, kur vjen thonë Shkodër vëja për medal, veja, pula, fillon e kakaris, do ta bëj shpejt e shpejt. Po këtu pikërisht del edhe sensi i ligjit i Gazmend Bardhit dhe Sali Berishës, cilët s'kan lënë ligj edhe kushtetuat pa thyer edhe pa shpartalluar, edhe tash e çojnë. Unë nuk e vras mendjen shumë se çfarë bën Sali Berisha, se e di që ai në thelb është anti-amerikan. Mbetet enveristi i dikurshëm. Kështu ka menduar edhe për armat kimike në kohën e Obamas. Kështu ka menduar në shumë raste. Në thelb ai mbetet një anti-amerikan. Praktikisht nuk është shenjë e zbatimit të ligjit, është shenjë anti-amerikanizmit. Mor si të jetë Obama, si të jetë Clinton, si të jetë kushdo që të jetë, ky mbetet. Këte e kanë përgdhelur sigurisht konservatorët në kohën e George Bushit, sepse ky mbriti të hedhë një fshat në erë.
sigurisht me një skandal I cili nis edhe në Pentagon. Është edhe Pentagoni në një farë mënyre, sepse ai e kishte dhënë atë kontratë të jashtëzakonshme, 2 maskareve, të cilët filluan të merren vesh me maskaret në Shqipëri për të zhveshur nga ambalazhi fishekët kineze dhe predhat kineze dhe për t'i veshur me një ambalazh tjetër, sepse sigurisht në Afganistan mund të shkonin armë kineze dhe fishek kinez, sepse kishte embargo Kina nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe ky skandal fillon në Pentagoni dhe mbaron në Shqipëri. Dhe ndodhi sigurisht në qeverinë e Sali Berishës, në ministrin e mbrojtjes Fatmir Mediu dhe me faktet që I dolën, që urdhëronte edhe Shkelzen Berisha, ku vdiq edhe bazhanaku I Sali Berishës në fabrikën e demontimit të fishekëve dhe të armëve, pikërisht atje ku hodh njerë një fsat edhe që quhet Gërdec. Çfarë mund bënte administrata amerikane? Skandali I kishte plasur, I dolën dhe filma nga Hollywoodi. Futi Shqipërinë në NATO, se po mos ta fuste, sigurisht, dinte që ka një popull pro-amerikan, po mos ta fuste, do të ishte akoma më keq, do hidhesh akoma më keq Shqipëria në herë, nga papërgjithshmëritë dhe nga marrëzit, folklorizmat dhe shpellarizmat, hajdutëritë dhe super korrupsioni, kësaj radhe edhe me pjesëmarrjen edhe të amerikanëve, sigurisht 2 maskareve aty, por ama 300 milionet e asaj kohe, kaq ka qenë dhe shifra atje, 300 milion ka qenë dhe shifra e armëve që tenderi që fituan këta maskaret e tregtarëve të armëve, cilët u morën vesh mesanej me maskaret kriminalat e Ministrisë Brendshme, shtabit përgjithshëm. Mos ta harrojmë që është akoma një shef shtabit I përgjithshëm, një general në Amerikë I mbrojtur nga shteti amerikan për akuzat posaçme, I cili di shumë sigurisht. Bile e kemi Shkodran këtu, të shefin e shtabit, me emrin Hoxha, I cili ruhet nga shteti amerikan, sepse skandali kishte të bënte edhe me shtetin amerikan, me Pentagonin vet. Amerikanët nuk I bëjnë më këto gabime. Dhe kjo që po bëhet tash, ky 302 milionçi, është sigurisht kredia e cila I jepet një shteti mik, shumë mik, partner të vërtet, sepse kredit tilla përdoren pikërisht për shtetet, cilat nuk kanë aty për aty, dhe ju duhen armët, ju duhet edhe armatimi, ju duhet edhe partneriteti. Ju jepet edhe sigurisht to kredi, janë jashtëzakonisht buta, jashtëzakonisht, por kanë edhe tjetrën, mësane, gjithmonë Amerikanët japin më tepër se sa kanë premtuar. Nuk kanë dhënë kurrë më pak, po gjithmonë më tepër. Tashti pikërisht për këtë nuk voton edhe nuk do të votojë Sali Berisha dhe Partia Demokratike e tij dhe e Gazmend Bardhit. Gazmend Bardhi për gjëra të tjera, se kështu ka karakteri dhe sillet si një njeri I tillë. Nuk besoj se është kaq anti-amerikan. Është thjesht evropian, kështu me këto lajlet e lulet e Evropës. Kurse Sali Berisha është në thelb anti-amerikan. Nuk I ik anti-amerikanizmi që I ka mësuar udhëheci I tij I madh, që Sali Berisha dikur I bante vizita në shtëpinë e tij, si vetë atij, ashtu edhe fëmijëve të tij. Në këtë pikë, ata që mundohen të thonë që po zbatojmë kushtetutën dhe ne nuk votojmë se është thyer kushtetuta, meneriush ata me kushtetutën fshin menerën se ajo partia Sali Berishës e ka thyer kushtetutën me 10 herë dhe në mënyrë katastrofike. Çfarë kushtetutet kanë bërë ata në 1997 ose grushin e shtetit 1998 Sali Berisha. Ose edhe Gërdecin ose 21 janarin, cilën kushtetut ka zbatuar Sali Berisha 21 janar 2011. Asnjë lloj kushtetuta, ai vetëm e ka thyer, ka përdhunuar atë. Ai është anti-amerikan. Nuk ka lidhje me idetë kushtetuese të tilla, sepse ato nuk ekzistojnë. Ai nuk pyet asnjë lloj ligji përpara ligjit të shpellës së tij. Ligjit jo vetëm të shpellës së tij, por edhe të familjes shpellare të tij, e cila sigurisht vazhdon të jetë non grata në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo ishte pak, nisa me atë që dëgjova ke Herman Nufin, por nuk kam nevojë të dëgjoj Herman Nufin për këtë punë, sepse këto dijen janë përsëritje. Ai tash është bërë ministër edhe I shkoft marr, por është akoma djalë I ri për të bërë analiza të plota politike dhe sidomos
krahasimore me këtë vend, me drejtuesit e tij, që nga koha e luftës së ftohtë, po edhe më përpara, që nga 1919 deri tani. Dakord, miqtë e mi, tjetra sigurisht ishte katastrofa e asaj ngjarjes, që mund të keni një klip në fund krejt, pastaj një klip timin, që ndodhi asaj nëne me ato 2 fëmijët, do më bëra një klip me njëherë, sepse nuk e dija. Dhe tash po them se çfarë përdorimi politik i bëri si Sali Berisha, si Luciano Boçi, i cili duhet profesori Shkodër, mirë që nuk hapën gojën shumë këto maskaret tonë këtu, të cilët sigurisht do ta shfrytëzonin politikisht. Por dëgjoni një flamingo se çfarë thotë. Një shpellare e cila edhe zërin e ka sikur për jo 3 dhive. Dëgjoni çfarë thotë. Mrena me shty 400.000 copash. Me kaloj ka fjera sa pjehën. Edhe thajnë. U vranë, u djekën, u pjekën. Edhe ty në mbanë se hirë. Me një tumë panajë deputet. Me një tumë zagar. Me një tumë hajduda. Deri kur, deri kur më dhusni me një. Dëgjuat, kjo shpellare, një familje që ka ardhur nga Gjermania, që do të rregullojë banesën që ka në fshat, mbas edhe ta kthej në atë fshat aty, në domen, ta kthej në një vend ku mund të shfrytëzohet nga turizmi i sotëm, dhe që i ndodh fatkeqësia e bën sikur është vdekje shtetërore, sikur është vrasje shtetërore. E bën sikur aty i ka dënuar shteti. Dhe pa marrë parasysh për fatkeqësinë e parapunës të asaj nëne dhe atyre fëmijëve, por duke shfrytzuar gjithmonë maskarallëkun që i jep elementi urrëtitës politik, kujton se bën kallabllek duke folur jo vetëm marrëzira, por edhe pjesë të cilat unë, po të ishe shtet normal, në prokuroria duhet i vete prangat. Sepse ajo kërkon, tenton që të filloj sistemin e urrëties ta kthej në gjakderdhje, sepse ajo pikërisht për atë flet. Mirë, por nuk ka faj vetëm ajo, është vetë kryetari i partisë i mbledh këta flamingot e Sali Berishës në shesh, ato kanë mbetur në përgjithësi, dhe disa tjerë cilët sigurisht nuk kanë lidhje as me demokracinë, nuk kanë lidhje as me shtetëformimin, nuk kanë lidhje në përgjithësi as me Shqipërinë. Janë kundra saj në themel. Që të them tjetër, e fundit është që do të nxjerrë një parad gejsh, një parad LGBT-qs, të cilët marrin për shembull revolucionin Flamingo në Shqipëri, edhe ai kryesori i paradës e merr për shembull për mirë të revolucionin e Flamingove në Shqipëri. Edhe të gjithë duart trokasin. Ai flet, merr për shembull Shqipërinë, ja kush i merr për shembull Shqipërinë edhe revolucionin e Flamingove, cila kategori e shtresave në botën perëndimore e di për mirë këtë soi revolucionin në Shqipëri. Ndërkohë që kam fol, dëgjoni edhe fjalët e tij, dëgjoni. Urlando Palestina libera sempre e prendendo ispirazione da quello che sta succedendo in Albania, ricordiamoci dei nostri sogni e non facciamoceli rubare. Ricordiamoci di stare. Sigurisht është në italisht, përkthimi është në italisht, por ky është momenti që duhet i bëj krenar këto flamingot. Sigurisht që mua dhe shumë tjerëve jo vjen dot, kupton, për këtë element, por janë të ndara historitë. Dikush e konsideron fitore të madhe këtë punë, dikush tjetër i thot për turpë për faqe të zezë, të futesh në gojën e këtyre tipave. Dakord, miqtë e mi?